Shkretira mbushur me liqene dhe lumenj të vdekur, zbulimi në Arabinë Saudite. Një grup ndërkombëtar shkencëtarësh ka gjetur prova të një sistemi të gjeruji në shkretëtirën tashmë të Tharub al-Kali, lagja e zbrazët, rreth 19 vjet më parë. Studimi është publikuar së fundmi. Ekipi kreu analiza geomorfologjike të peizazhit dhe e krahasoi rezultatet me të dhënat arkeologjike. Specialistët zbuluan gjurmët e një liqeni të madh me një sipërfaqe prej 1100 km2 dhe me një thellësi deri në 42 metra, një sistem uji me një lugin që shtrihet 150 km dhe dëshmi të shirave të fuqishëm muson. Të dhënat tregojnë se gjatë këtyre periudhave ky rajon përjetoi një periudhë klimatike të lagësh, shpjegoi autori i këtij studimi, Dr. Abdullah Zaki nga Universiteti i Gjenevës. Sipas shkencëtarëve, periudha e Arabisë së Gjelbërt krijoi kushte të favorshme për vendosjen e gjuetarëve mbledhësve të lashtë, zhvillimin e komuniteteve baritore dhe formimin e ekosistemeve komplekse. Megjithatë, rreth 6000 vjet më parë, rajoni u përball me një tharje të mpret, duke ndryshuar rrënjësisht kushtet e jetesës në këto toka.